prekje të parë, kjo hapësirë me shumëllojshmërinë e ngjyrave e aromave të shumta të ngacmon shqisat e shikimit dhe nuhatjes. Gjethet e gjelbërta, lulët shumëngjyrshe dhe rrezet e diellit krijojnë një atmosferë që e begaton natyrën. E në këtë lulishte që ndodhet në Matiqan, përditshmërinë e tij e fillon edhe Arbeni, pasionanti i kopshteve të bukura, që përdit përkujdeset për këtë pasuri të natyrës. Arbeni tashmë përveç lulishtes rregullon edhe kopshtet, duke u kujdesur për çdo lule si për një fëmijë, duke i ushqyer me ujë të pastërt, duke i mbrojtur nga insektet e padëshiruara dhe duke pasur gjithmonë parasysh nevojat e tyre. E tërë këto njohuri tashmë ai tregon edhe për ne. Po shumëllojshmëri e tyre, edhe varet mbi preferencës njerëzve, se disa njerëz duhen me bë zgjidhje që quhen ndryshe zgjidhje sezonale. Dhe më për një verë, ka njerëz që duhen lule më të qëndrueshme që mos më marrë me ta vitin tjetër. Se pedina ke tashmë faktori kryesor është koha, koha për me ndo për një punë. Që do i ki, po fillojnë api qësoj, ke ki sardonin, sardan që nuk varet, realisht, kë na vjen prej Hollande, ki 4-5 lloj ngjyra të ndryshme nëse don me bo kombinim, po sardoni nëse don me gëzu ose me pas edhe vitin tjetër, sardonin dosh gjatë dimrit me fut në një ambient të brendshëm, ose pak të kushti kryesor mos me qenë temperatura minus. Bëhet prerja këtu, i hiqen thotat, lihet në një ambient brendshëm tash, ose kryesore mos më konë temperatura minus, e shfrytëzon edhe vitin tjetër. Ka shumë restorane që na bojnë mirëmbajtjen ose edhe kena mbjellën, edhe shkojnë gjatë dimrit i mormi, i fusmi në ambientet brendshme, ja kthejmë prapë në pranverë. Arbeni është një burr që me duar të njohura për kujdeset për të mirat e natyrës, ndërkohë që sytë e tij reflektojnë njohuri të thella për lule e bimë të tjera. Këto realisht janë drandafilat ose roze që shpënjihen tash. Rozën mundesh për shembull me gëzu edhe vitin tjetër pa e hek për vendit. Për shembull këto mundesh me mbjell edhe në tokë. Vitin tjetër del prap. Këto janë njën së ndryshe si bimë shumë vjeçare, domethënë. Rozja, kur na pyet dikush cila na qëndron bitujt, na ato na drandafilin e kije që del edhe vitin tjetër edhe karafilin. Por pastaj shkojna këtu e ki edhe karafilin, ki ngjyra edhe shumëllojshmëri të ngjyrave të kombinimeve. Edhe këto mundesh me pas për vitin tjetër. Edhe këto mundesh me mbjell në tokë edhe me gëzu vitin tjetër. Kjo është thujse e njëjta bimë me këto, përveç që ndallon se kjo varet, domethënë është për sardan varës. Edhe kjo na vjen prej Hollandës, edhe kjo e njëjta sikur kjo, domethënë këtë për qëndrueshmërinë edhe mirëmbajtjen e ka të njëjtë. Nuk ju vyn në far preparati ose plerimi përveç që tosat e gjatë ku kanë mu vendos, këto do të më qenë me plet luleve. Na kena këtu, zakonisht e bina dhaj na vjen prej jashtit, ja preferojna njerëzve që mbjellja mu bo me qatë plerin. Ujetja është procesi më i rëndësishëm tek lulet. Lulat e brendshme prishën pi ujit, lulat e jashtme thohen mungesë ujit, se t'ja po kupton, tash lulet e brendshme dojnë minimalisht ujit. Shumë njerëz se aty për shembull ndriçimi, temperatura, këta janë si njën si ndryshe temperaturë të dhomës, se t'ja po kupton që është në momentin të shton ujë. Ai ujin e merr veç sa thithë vetë, se nuk mund më kupos një temperaturë që ja merr asoj na ujin. A bimë të jashtme normale. Në lulishte gjenden edhe pemë që sipas klimës nuk zhvillohen të knej, por që Arbeni tregon raste të kundërta.
realisht kjo është një punë që për çdo vit është orë në zhvillim edhe ma shumë. Kërkesa është çdo vit ma e madhe. Se për shembull, po flas vitet e ma hershme pse unë jam ma i ri në këtë profesion, po çash na e dina, njerëzit kanë pasën pemë frutore nëpër kopshtet e tyre, nuk kanë pas shumë lule ose dekorative. Lule kanë mojtën, po si kanë dhënë rëndësi shumë të madhe. Nëse ka pas njerëz ndërkohë që janë marrakalet luleve. Po sot domethënë thjesht e ndjejnë si obligim u bë me pas lule ose bimë dekorative. E sa i përket oborreve tash ka ndryshuar gjithçka, se mas pari edhe klimat e na vitet e fundit kanë ndryshuar. Me ndryshimin e klimës kanë ardhur edhe bimë të reja që qëndrojnë tash temperaturave. Për shembull, që mbrapa neve ki ulli, para neve po ki palma, e ki edhe ullinin këto. Tash, për shembull, unë po flas veç për vitin e kalum. Asnjë objektive që pishen nuk janë kont më shtjellur, por më mbrojt nga temperaturat. Edhe këtë e kanë kaluar dimrin. Tash, realisht, më koni me temperaturë -10 edhe me zgjatë disa ditë, preferohet më bo mbulimi e tyre. Mbulimi e tyre mundet më bo, realisht nuk preferohet më bo me që pretendojnë do, më bo me material, nuk përgjoj një shpreje, me lastik që që në na, s'pe di qëfar, po, me nylon, diçka ma letrore në të kuptim, nuk ka, po janë do materiale si folje ose geotekstil, cilat lëshojnë ndriqim, e lëshojnë ajrin, do me thonë kalon ajri, por realisht e mbajnë një temperaturë, thjesht nëse e ullin temperaturën për 2-3 gradë, 5 gradë. Ai tregon se kur është koha ideale për mbjellje të luleve. Vitin e kalum, pitet marsit si ka fillu pequj sezona e luleve, se zakonisht me 8 mars na fillojnë furnizimet. Pitet marsit ka fillu edhe ka zgjatë, se ma herët u konë si kohë do me ma i vjetë, për shembull tejme, në fund qershorit njerëzit kanë vazhdu me lule. Po që tash për shembull, kush ka mjell në mars, këtë vit, për shkak të temperatura që kanë bizotru, te -4-5 kanë qenë javët e fundit marsit, i ka dëmtu shumë lulat. Ose realisht me thonën, kush ka ble, ma herët ka pas lule që në gjallet aja mo. Tash, maji, pi 15 prillit, me 15 qershor, 2 muj dit pjallojnë ako, o menoj që është koha ma përshashme për mjelljen e luleve. Insektet janë armiku më i madh i luleve, kështu që edhe për këtë Arbeni ka një zgjidhje. Na i kena për se buba, ka kajrafili, sidomos ka buba të vogla që sulmojnë drandafilin. Realisht, lodhe drandafilit e isa të shqet që atave që kanë sulmu, se janë shumë buba të vogla, po janë shumë sasi të molle. Te na, mujnë për shembull njerëzit më shërby, kena preparate mrena, mujna me prezentu dhe këto nëse është nevoja, nëse jo, ki preparate realisht me përdorime shumë të leta. Ki preparate të vogla që bëhen përzierje me ujë, ose ki preparate të gatshme formë spreji, as ki mu lodh me përzi, apo diçka ngjashëm veç keme marr ato, edhe Mr. Pikën lulet. Po, do me thonë, efekte negative pjesojna nuk e. Ki veç efekte pozitive.